11 qershor, ju përshëndes, ngriuni, luftoni për kombin tuaj. Moto e Bill O'Reillyt, por dhe Focus TV. Në kontaktet e shumta që kam me dashamirës të Focus, marr mbështetje, por dhe ide të reja. Dhe mjafton një telefonat, një mesazh që makes my day. Sot një zonjë që telefononte me mbiemrin Jareci, duke i moshë e madhe, dhe kur e kam pyetur që po me Skënderja Jarecin e madh, a keni në lidhje? Dhe më tha, jam e shoqja, një kënaqësi e madhe. Skënderja Jareci ka qenë mbase trajneri më i mirë shqiptar, si Johan Cruyff, një strateg. Dhe këtë e kam nga ish lojtarët e mëdhenj të Dinamos asaj kohe, një emër i madh, të cilët kanë lënë gjurmë në historinë në futbollin shqiptar. Natyrisht dje që unë si shumica e shqiptarëve jemi mërzitur nga barazimi i Shqipërisë në Letoni, çka më kujtoi ndeshjen e kombëtarës në Lituani dikur në Vilnius, kur për herë të parë me një avion të marrë me qira nga Federata, Eduard Dervishi, sekretari i përgjithshëm asaj kohe, shkonim gjithë në një shtet që na habiste, një shtet post-komunist, të cilët mburreshin që kishin fituar pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik, ishin të lumtur, por kur shkuam stadiumi, i cili përngjante me këtë stadiumin në Letoni, ishin ja 5.000 ushtarë sovjetik rus, të cilët nuk ishin larguar. Ndeshjen kam pasur fat ta ndjek me Jackie Charltonin e madh, kam pas bërë dhe një intervistë, është dhënë në TVSH, nuk e kam fatkeqësisht, si shumë gjëra që kanë humbur. Por në darkë dje ka pasur një ndeshje Brazili me Paraguajin. E kam ndjekur me vëmendje për të parë Ancelotin. Brazili ishte sulmues, Brazili që energjik, pra dukej që Anceloti kishte nxjerrë më të mirën e Brazilit, me lojtarët që i ka pasur te Real Madridit, dhe Paraguaj një ekip modest, por që futbolli latin që reziston, luan me forcë. Brazili atë kënaqësinë e munguar të kombëtarës tonë na e dha Brazili në darkë. Ndërkohë këtu ka qenë dje edhe ndeshja e NBA, Oklahoma me Minnesota, është zgjidhur, është e çuditshme 9 sekondat e fundit, çfarë ngjet, çfarë ndodh për 9 sekonda. Dhe basketbolli modern përcaktohet në ato sekondat e fundit. Natyrisht që në vizitën private, kryeministri shqiptar, unë them se do të shikoj të ndeshjet e NBA, se ka qenë dikur basketbollist, jo basketbollist klasi, por është tërvitur dhe me ekipin kombëtar, ka qenë me Dinamon. Si të qoftë, nuk ja mohoj dot që basketbollin e dashuron. NBA është spektakolar, është realisht diçka që kur e shikon vetë në fush e kupton se çfarë ngjet. Kam pasur që kur kam qenë gazetar mik, Hakim Fakun e madh basketbollit, i cili për thënë drejtën pëlqente më shumë basketbollin e ish Bashkimit Sovjetik, dhe kur i kam thënë Gim, po të shikosh një ndeshje NBA, nuk flet më. Dhe më dha drejt. Natyrisht që në Shqipëri ka filluar një play-off tjetër, Celibashi, dhe duket sikur ka ngrirë buzëqesjen e dasmorëve të oborrit Ramës, i cili sipas informacioneve që më vijnë gjithmonë nga Tirana për lëvizjet e tij, duhet të ketë qenë në Vjenë. Kë ka takuar, do të lumtojmë në Hotel Bristol, dhe ardhja këtu në Amerikë duket se do të jetë private, dhe shihet e oligarkëve të shqiptar i kanë tejkaluar parashikimet. Oligarkët kanë blerë dhe avion privat. Dhe ky disnivel i madh midis oligarkëve që vjedhin pasurinë e Shqipërisë. Me votuesit, nuk rëndësi, kanë dhënë 86 deputet, ose do t'ja zbresin 7 sa, është shumë e madh. Kur pretendon që GDP-ja është rritur 3 herë, pensionet jo, rrogat jo. Pra, ke rritur shpenzimet e administratës, ke shpërblyer vetëm një rreth
oligarkësh, ku është ndryshimi nga mbretërit, nga feudalet, nga Putini, nga Erdoğani, nga Orban? Këtë lloj Shqipërie kanë dashur dhe ata socialistë ndershëm nuk besoj. Me njëti problem është kudo, edhe këtu. Trump kontrollohet nga një lloj kupole. Projekti 2025, American First Policies dhe donatorët oligarkët miliarderë. Trump nuk I përpilon dot ato draftet e urdhrave ekzekutive, sepse dhe nuk di. Stafin administratës, emrimet e larta po I kryen Heritage Foundation, projekti 2025, të cilët mendojnë që do t'i bëjnë një favor të madh Amerikës, duke e kthyer në Amerikë konservatore dhe republikane. Nuk ka asgjë të keqe. Natyrisht që Trump do të ketë kundërshti. Shtetet demokrate, siç është Los Angeles, New Yorku, e urrejnë Trumpin pjesa më e madhe. Në përplasjen e Los Angelesit, duket sikur guvernatori ka drejt sepse garda kombëtare del me urdhër të tij. Por dhe presidenti Trump ka drejt sepse në raste rebelimi ai mund të bëj federalizimin e gardës kombëtare. A ishte problemi për të sjellë ushtrinë dhe gardën? Mbase jo. Por Trump ka vendosur rendin dhe rregullin, është sfumuar ajo që përgatitet ndodhi. Dhe policia e Los Angelesit fillimisht I ka lënë të djegin, nuk ka bërë arrestime, sepse ka pasur një urdhër. Newsom, guvernatori I Kalifornias, ëndron të jetë kandidat për president. Trump kërkon të bëj veprime të tregohet që është I fortë, sidomos mas gati rënien tek shkallët e avionit për magën. Presidenti ka drejt për çdo gjë. Guvernatori I Kalifornias ka hedhur në gjyq presidentin Trump për nxjerrjen e gardës kombëtare dhe të forcave marinëse. Ka kërkuar nga gjyqtari federal që ta ndalej menjëherë, emergency. Gjyqtari ka pranuar si çështje, por nuk e kanë stopuar. Do të pres të dëgjoj se çfarë thot pala e qeverisë. Pra, kjo është një humbje për Newsom. Cilët janë ata që dalin dhe protestojnë kundra Trump, urrejtësit? Agitatorë quhen. Janë të paguar. Soros, miliona dollar për një grup që quhet të drejtat njerëzore të emigrantëve. Por ky grup që organizon me agitatorë, duke bërë djegje, duke dalë me maska, me flamurit ndryshëm, ka marrë 33 milion dollar nga shteti I Kalifornisë. Dhe 200.000 dollar ka marrë nga Biden federalit. Pra, me milionat marrë nga taksa paguesit, financojnë këto grupe anarkiste, radikale të majta, të cilët kërkojnë të kundërshtojnë politikën e drejtë të zotit Trump për deportimet. Joe Biden, të cilin kam pasur fatin të takoj disa herë përmes The Guardianit, në qoftë se nuk do të ishte 4 vjet president, do të linte pas një trashëgimni politike me të vërtet impresionante. Por në 4 vitet si president, ai ka shkatruar çdo gjë trashëgimnisë së tij, dhe ajo që nuk merr kuptim për çfarë arsye hapi në mënyrë të tillë kufirin një gorë. 3 milion vet të paligjshëm në vit. Janë rreth 12 milion për 4 vjet. I bie 250.000 vet në muaj, 8.000 në ditë. Kufiri I hapur. Trump deri tani ka deportuar 800 vet në ditë. Për 100 vet donin të ndiqin në Los Angelesin, që duan të deportojnë. Dhe fillimisht ka thënë do të deportojë ata që janë me dhëna kriminale. Nuk ka asgjë të paligjshme. A mund të largohen të gjithë këta, pra të arri policia e imigracionit të deportojë 8.000 veta në ditë? Është e vështirë. Ka kosto shumë e madhe. A do të lejonte Trump që Amerika të digje si që ndodhi me Black Lives Matters, ku zgjati për 5 muaj, 5 vjet më parë, miliarda dollar, vjedhje të pronës private, por e majta
teknikisht ka një drejt kur bërë një paralele me 6 janarin dhe me Los Angeles. Sepse ndaj policëve në Capitol Hill ishin më të egër në 6 janar se tani, por Trump i fali të gjithë. Tani, kushdo që do të ngrej dorën ndaj forca federale, do të dënohet deri në 5 vjet burg. Kush djeg flamurin amerikan, 1 vit burg. Ka të drejtë. Njerëzit kanë të drejtë protestojnë. Asaj që i frigohet Trump është protesta paqësore masive kundër tij. Të shtunën është datëlindja e tij, 79 vjeçar. Do të ketë një paradë ushtarake në Washington. Përkon me 250 vjetore në ushtrisë, por 14 qershori është dita flamurit në Amerikë. Tanket kanë ardhur në Washington. Kostot të jetë $70 milion. Është paralajmëruar protest e madhe kundër paradës ushtarake të Trump. Ajo që Trump tha është qetësuese. Ata që do të protestojnë, tha ai, do të përballen me një big force, me një forcë shumë të madhe. Pra ti që kryen një paradë ushtarake që tregon muskujt, do të përdorësh dhunë ndaj protestuesve paqësor. Kjo nuk shkon me kushtetutën amerikane, me parimet e këtij vendi të madh. Dhe Trump tregon shenja autokracie. Tregon shenja që është mbi të gjithë, edhe pse nuk është. Trump kontrollohet. Heritage Foundation, American First Policies, donatorët, miliarderë. Musk ka filluar të rriqet. Në X shkruan që nuk duhet të kisha shkruar kaq lart me postret kundër Trump. Nuk pajtojnë më, e kam thënë, është ego e dy ego shumë të mëdha që do të përplaseshin. Fakti është që Elon Musk po shkatronte atë që quhet Deep State, duke nxjerrë dhe ekspozuar shpenzimet maramëndse, miliarda dollar, $4 trilion të zhdukur të thesari, enough is enough, nuk e lanë. Dodge mendon të bënte 2 trilion shkurtime, stopoi te 190. Skandalet më të mëdha ishin me kontratat e Pentagonit. Trump këtë radhë i ka si sklever sekretarët e departamenteve. Nuk janë si në kohën e mandatit të parë. Do të ishte më mirë që Trump këtë kishte fituar 2 herë rresht, sepse këtë radhë është kthyer dhe duket se është akmarrës. Po përtor departamentin e drejtësisë, FBI, kundër kundërshtarëve të tij. A do të ketë trashëgimni politike të suksesshme presidenti Trump? Varet kush do të jetë vazhduesi i tij. J.D. Vance është aty fal Elon Musk. Ka pasur mbështetje edhe nga Tucker Carlson edhe nga Don Jr., por Musk i vuri si kusht zoti Trump, në qoftë se J.D. Vance nuk është zëvendës president, nuk do të mbështes me $290 milion. Me atë Twitterin kur tha që koha për impeachment të shkarkohet Trump dhe të vendosin president Vance, shkruar nga Musk, e ka bërë parajonak në paranoj presidentin Trump. J.D. Vance me njëherë ka treguar vlera servile duke thënë që unë punoj për zotin Trump, Musk ka gabuar, por Trump nuk mjaftohet me kaq. Ndaj disa herë ka thënë që për kandidat për president e shpejt është dhe Rubio. Rubio ka shanse më të mëdha. Më serioz dhe më shumë përvojë është DeSantis, i cili kërkon të dalë përsëri në skenë duke thënë që unë ofroj gardën kombëtare të Floridës për në Kalifornia. Është ajo përplasja Newsom DeSantis, sepse kjo mund të jetë përplasja për president në 2028. Newsom përfaqëson shtetin më liberal të federatës, që mbase në të gjitha korat. Dhe përplasja e Trumpit me Kalifornien merr dhe nocione historike. Ai akti që përdoret i 1807-s është koha kur Jefferson kishte përplasje të madhe me zëvendës presidentin Van Buren.
Van Bern tradhtoi, kërkoi të bënte një rebelim ndaj presidentit, i cili dërgoi ushtrinë dhe arrestoi. Ndaj, nuk janë ato fraza kështu boshe kur thonë që mund të arrestojmë guvernadorin e Kalifornisë dhe i thotë ejeni më arrestoni. Por çka tregon kjo në sytë e botës? Fundit, Amerika është shtet federal. Shtetet kanë guvernatorin, kanë senatin, asamblenë e tyre, kanë kushtetutat e tyre, por diplomacia dhe ushtëria është tek federalja. Kalifornia është një shtet që kontribon më shumë se sa përfiton nga shteti federal. Pra, diferenca, Kalifornia 82 miliard më shumë i jep për Washingtonin se sa përfiton. Të njëjtën gjë është dhe New Yorku. Por politikat janë shumë radikale. DI, transgender, gay, dhe nuk arrestojnë. Lejojnë protestat dhunshme dhe kanë bërë veprime që janë në kurriz në shpinë të qytetarëve tyre, dhe miliona vetë ikin nga i vend, sepse për emigrantët e paligjshëm afrojnë falas siguracionin shëndetësor, strehim. Pra, ti sillesh më keq me nënshtetasin qytetarin amerikan se sa me emigrantin e paligjshëm. Po të marrë vetëm një detaj. Ka kohë që këtu duhet një ID speciale për të udhëtuar me avion. Nuk mjafton ID-a që kemi patentat, ose të kesh pasaportën, u shty disa herë dhe tani hyrin në fuqi. Pra ti nëse je qytetar amerikan, kërkon të fluturosh brenda Amerikës, duhet të kesh një ID speciale. Jo më nuk njihet ID-a e shteteve. Ndërkohë që pa pikturpi, emigrantët e paligjshëm i hypnin nëpër avion nga Kalifornia, i dërgonin kudo në Amerikë, pa vetting, pa ID, pa asgjë, pa asnjë kontroll. Qytetarin tënd ti e diskriminon. Kjo është pra Kalifornia. Dhe abia më e madhe se Kalifornia dikur ka qenë zemra e konservatorizmit amerikan me një guvernator si Ronald Reagan. Me hyrjet masive të emigrantëve e kthye në shtet blu. Soros ka hedhur $35 milion me synimin të bëjë të njëjtin gjë tani me Texas. Kudo në Shqipëri.